salah i vitrit, namazi i vitrit është falja e fundit që bëhet në ditje. Do më thënë, mas se e ke fal Yacin, para se me shku me flajt, e fal vitrin. Qysh me fal vitrin? Unë jo mënu me zgjedh një formë që është me bazumja edhe me leta me kuptu me lejen e Allahut Azza wa Jall. Besoj që kjo është forma me letë e të kuptuar se qysh me fal vitrin. Unë po mënona shumë shpejt me tregu, për shkak se kom pa që njerëzit nuk po kanë kohë dhe nuk po kanë sabër me dëgju vetet e gjata, por ata po mënona sa më shkurt me thjeshtësu me lejen e Allahut Azza wa Jall. Qysh falet kjo? Thash falet në fund ditës, krejt se falja e fundit e ditës është 3 recate. Na pe kallzojmë formën me 3 recate, nuk po shkojna manina. Mënesh me fal edhe një, mënesh me fal edhe 5, nuk po shkojna për këto. Na pe tregojna vetëm këtë formën qysh me e fal me 3 recate. Kështu musliman, e merr tekbirin fillestar, edhe i fal 2 rekate normal. Mas 2 rekateve jep selam, pastaj qohesh e fal edhe 1 rekat vetëm, edhe e ban doan. Tash po mënohemi bashkë, edhe pse këto 2 rekatet e para po i ka përcejmë, për shkak se janë si 2 rekate normale që i fal. E merr tekbirin fillestar, Allahu Akbar, edhe i fal 2 rekate qysh i fal normal. Tham, po i ka përcejmë, Allahu Akbar, 2 rekate. Tash, po tham se jam në ulin e fundit. Në ulin e fundit, 2 rekateve. I kina fal 2 rekate, e të khijatin, salavatet, duan edhe jep selam. Në tjath, edhe jep selam të majt. 2 rekate. Kjo është e qartë. Sikur 2 rekate që i fal gjithmonë, për ata nuk pezgatëm këtu. Tash, tham është 3 rekate. Qohesh me fal rekatin e tretë. Ke dhënë selam në djath, ke dhënë selam në majt. Nëse ki me ba diçka, me pi pak ujë, me ka vetë dikush diçka, e ke pa që jetu ju duft dikojna, don me thonë dikojna diçka, pasi ke kry këtë 2 rekate, mënesh me thonë dikojna, mënesh me thonë fëmijët tanë diçka, nuk ka problem. Me fol, do më thonë, në mes këtyne 2 rekateve edhe rekatit tretë. Do thonë, i ka 3 rekate, i fal 2 rekate, jep selam, edhe qohesh me fal rekatin e tretë. Rekati i tretë është, që me thonë, maj komplikumi, nuk është i komplikumi, po është maj komplikumi, për shkak se në ta është mirë me e ba dhe doan. Qohesh me fal rekatin e tretë. Tash i kena kry 2 rekate, rekatin e tretë. E merr tekbirin fillestar, Allahu Akbar, i lidh dhurt, i lexon ato që i lexon gjithmonë sale, se në rekatin e parë që i ke lexuar kur i falet 2 rekate, tani e ban rukun. Do më thonë, e ban rukun pas rukus, kur qohesh për rukus, semi Allahu liman hamide, këtu mënesh me ba doan. Në qofë se din këtë doa, në qofë se nuk e din, lejohet e fal pa doa, i fal 3 rekate, i fal 2 rekate i jep selam, e fal 1 rekat, i jep selam, edhe jenë në regull, e ke fal vitrin. Dikush mund me thonë, lejohet më fal edhe 1 rekat. E dina që lejohet me fal edhe 1 rekat. Je i lodhën, nuk ki kohë, e fal 1 rekat. Je në udhtim, e fal 1 rekat. Je të shtëpia, po je i lodhën, don me fal 1 rekat, lejohet. Na jem të fol për formën 3 rekate. I fal 2 rekate, jep selam, pasi që pe i rukus, këtu e ban doan. Tash unë po mënona me tregu formën se qysh e ban doan. Pas rukus, i drejton duart edhe ban doan. Tash pe bajna doan për me kanë me alet me mësu për juve me lejen e Allahut Azza wa Jall. Thu, Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Kjo është doaja. Do më thënë, e thu këtë doa, pasi që e ke thënë këtë doa, je qupi rukus, e ke thënë doan, tashtu Allahu Akbar edhe bjen drejt në sejdë. E qartë, je ka në ruku, edhe njerë, je ka në ruku, semi Allahu liman hamide, e ban doan, edhe si u kry lutja, thu Allahu Akbar, edhe shkon në sejdë. Drejt. E ban në sejdë, pastaj ulën e mesme, pastaj sejdën e dytë, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, Allahu Akbar,
e tahiyatin, salavatet, duan edhe jep selam. Kaq. Shkortë njerë, i fal normal 2 rekate. Kajtë normal, qysh i fal normal 2 rekate, gjithmonë. Pastaj qohesh e fal 1 rekat vetëm. Edhe bjen në ruku. Kur të kryen rukun, qohesh për rukus e ban doan. Në qofë se ke harru doan, në qofë se ban sejgjën e harresës në regull, në qofë se ke ba, mos u mërzit. Nuk është obligim doaja. Në qofë se nuk i ko, jenë në tim, po ki qef me fal vitrin. Mirë po, për doa, jenë këtë të prit, familja, ftaft, e len, nuk e ban doan, nuk ka të keqen ta. Në qofë se e len. E fal, pa doa. E fal 1 rekat, pa doa. Nuk ka të keqe. Mirë po, na jem të fal, e ban doan, pastaj, bjen pej në kam qyshi, bjen sejgjde, i ban 2 sejgjde edhe jep selam. Po besoj që kjo është forma më e lehtë me kuptu prej muslimanëve. Tash për fona musliman. Unë e di që në për xhamia falin në ryshe, e di që shumë xhamia falin në ryshe, e di që ka xhamia që falin këtë formë që po tregoj unë. Ajo që ka mu më intereson gjithmonë me gjithë ato që ka menoj që është me e bazumja, po dhe me e leta me lejen e Allahut azza wa jall me kuptu musliman. 2 recate i fal, qohesh e fal edhe 1 recat, nëse ban doan mirë, nëse se ban në rregull, e fal 1 recat komplet, nuk ka pa doa si gjithmonë 1 recat jep selam, ma thjesht se që kaq nuk ka, veç adan. Po nëse ban doan, e tregum doan, u mundu me thjeshtësu, këtë besoj që është e qartë me lejen e Allahut azza wa jall. Por fon po thamë musliman, nëse dikush thot jo kështu, unë ju mundu me zgjedh ata që e falin musliman në Qabe. Je shku në Qabe me bë umrën në Ramadan, i ke fal taravit, mas taravive e ke fal vitrin, në Qabe, në Medine, e falen këtë formë. Por ata ju mundu me zgjedh këtë formë me lejen e Allahut azza wa jall, që thash, besoj që është prej më të thjeshta që ka mundësi me kuptu musliman. Elusum Allahun azza wa jall na bëj prej muslimanëve të mirë. Allahu azza wa jall na bëj prej atyre që kur nuk përçahemi mes vete, nuk bëjmë fitnën mes vete, nëse dikush e fal në ryshe në rregull është, e pason ato që ka mësu, nuk bëjnë fitnë, nuk bëjnë probleme, nuk bëjnë telashe, e ke mësu këtë formë, e ban falesh me një xhami ku falin në ryshe, falesh që falin ata, ti e din këta, në rregull është, po ata falin në ryshe, falu me ata, je me imam, falu me ata, mos bë probleme, mos bë telashe, kur mos u bë objekt i fitneve, i telasheve ti. Allahu azza wa jalla na ruajt prej fitneve, prej telashe, prej thashëtanave, kjo është cilësia e muslimanëve. Krejt jem musliman vllazër me lejen e Allahut azza wa jalla.